themi ne. Jo, ky është rasti që e ekspozon përfundimisht narkoshtetin në gjitha drejtimet. Më kujtohet një episod në një nga dosjet e grupeve të Elbasani, që tha me këto para që qarkullojnë në tenderat publik, tha duket nuk ja vlen fare të merren me ngarkesa kokaine. Ndërkohë që një pjesëtar i atij grupi kishte marrë dhe tendera publik, ndërkohë që nga ana tjetër financonte dhe rrugë nga Amerika Latine. Problemi është që këtu, në këtë histori, jemi në paradhomën e Edi Ramës. Edhe ky besoj është shqetësimi i Edi Ramës. Normalisht kryeministri di gjëra shumë më shumë se sa ne dhe se sa qytetarët e thjeshtë. Ajo thirrja para një viti ka shqiuar Simanis që prokurorët e SPAK-ut mos guxojnë marrin telefonin, kam përshtypjen që është pikërisht për këtë ditë. Dhe është një momentum i artë i SPAK-ut për të përmbyllur një kapitull në luftën kundër korrupsionit në nivelet larta që deri tani ka çeduar për vërtetë dhe nuk kemi një rezultat konkret. Pasi dhe dosjet, nëse i marrim dhe i shqyrtojmë të gjitha dhe i qëmtojmë të gjitha, kuptojmë që kanë mangësi drastike në mangësi që në gjasën më të madhe janë amnisti për politikanët e korruptuar. Por tani është një moment i artë që për dy gjëra elementare, për këto PP-t korruptive që vetë zëvendësi Ramës dhe paraardhësi i Ballukut Ahmetaj i cilësonte gjakderdhje financiare dhe për këto kartelet e drogës, kam përshtypjen që është momenti i artë që SPAK të thrasë për herë të parë kryeministrin e vendit dhe për t'u shpjeguar përpara qytetarëve se këto i quajnë heronjtë e fëmijëve tanë, është një investim i madh, se është e vërtetë që ka kërcëtime nga grupe kriminale, por mos harrojmë që ka dhe mbrojtje. Se kemi Europolin, kemi Interpolin, kemi oficerët e gardës që po trajnohen nga partnerët ndërkombëtar për t'i ruajtur korruptët. SPAK-ut nuk i ka munguar mbështetjen ndërkombëtare nga instancat ligjzbatuese më të rëndësishme në këtë planet. Se në moment që kreu i SPAK-ut thirret nga Departamenti Amerikan i Shtetit, do të thotë që mbrojtja dhe garancitë janë. Problemi është, a është ndërhyrja e SPAK-ut në nivelin e këtyre garancive që i kanë dhënë partnerët ndërkombëtar. Se nuk ka se si ta thotë më shqip ambasada amerikane, nëse ti shikon urimin për 28 nëntor, është njësoj sikur po shikon urimin për Nicaragua. Në kohën që kishte një Manuel Noriega në krye të vendit. E keni parë Edi Rama publikon çdo vit mesazhe që vijnë për vjetorin e urimit. Qoftë nga Trumpi, qoftë nga paraardhësit e Trumpit çdo vit. E keni parë këtë vit? As në X, as në Facebook, as në asnjë platformë. Edhe presidenti Begaj që e ka detyrë publikimin nuk e publikoi mesazhin. U mjaftua vetëm me një deklaratë. E zëvendësuan medaljen në Pallat të Brigadave në pritjen që u bë rastin e 28 dhe 29. Situata është alarmante dhe situata kam përshtypjen që alarmante për kë? Situata është alarmante për qeverinë. Patjetër. Ne sot po finalizohet ajo, ne para 2 vitesh këtu kemi diskutuar për ardhen e zyrës fizike të DEA-s. Kam përshtypjen që ka qenë kohë mjaftueshme që brenda 2 vitesh të dokumentohet gjithçka se çfarë ka ndodhur, mënyra se si institucionet shtetërore me urdhër apo pa urdhër kanë operuar si një organizatë e strukturuar kriminale për të lehtësuar pastrimin e parave dhe nuk është vetëm pastrimi i parave të drogës, është pastrimi i parave të korrupsionit edhe parave të drogës. Qoftë në sektorin e ndërtimit, qoftë në sektorin e turizmit. Se ma solle këtu, dëgjoni pak në 2022, atëherë kur flisnim, stërflisnim gazetarët për pastrimin